Instituti Statistikave ka publikuar së fundmi të dhënat mbi arsimin universitar dhe fushat ku studentët po diplomohen më shumë gjatë vitit akademik 2024-2025. Statistikat tregojnë se interesi të rinjve për disa degë të caktuara po rritet ndjeshëm, ndërsa për disa fusha të tjera vjet re një rënje e numrit të diplomimeve. Sipas të dhënave, rritjen më të madhe të diplomimeve e ka shënuar fusha e arsimit, me një rritje prej 45.5% krahasuar me një vit më parë. Ky zhvillim tregon se gjithnjë e më shumë student po zgjedhin profesionet që lidhen me mësimdhënien dhe edukimin, një tendencë që mund të lidhet si me nevojat e tregut të punës, ashtu edhe me interesin në rritje për karrierën në sektorin arsimor. Një tjetër fushë që ka njohur rritje është ajo e shëndetit dhe mirëqenies, ku diplomimet janë rritur me 13.8%. Kjo lidhet ngushtë me kërkesën e lartë që ekziston në tregun e punës për profesionistë të shëndetësisë, infermier, specialistë të kujdesit social dhe profesione të tjera të ngjashme. Nevoja për staf të kualifikuar në këtë sektor vijon të mbetet e lartë, si në Shqipëri ashtu edhe jashtë vendit. Në rritje rezultojnë edhe degët e teknologjisë së informacionit dhe komunikimit me 8.5%, si dhe inxhinieria, prodhimi dhe ndërtimi me një rritje prej 7.9%. Këto fusha po tërheqin gjithnjë më shumë student për shkak të mundësive të shumta të punësimit dhe pagave më konkurruese. Megjithatë, trendi nuk është i njëjtë në të gjitha degët e studimit. Disa fusha kanë shënuar rënje të ndjeshme të diplomimeve. Fusha e arteve dhe shkencave humane ka pësuar një ulje prej 5.8%, ndërsa shkencat sociale, gazetaria dhe informacioni kanë rënë me 10.2%. Rënja është regjistruar edhe në degën e biznesit, administrimit dhe ligjit, ku numri i diplomimeve është ulur me 9.1%. Po ashtu një nga uljet më të forta vjet re në fushën e bujqësisë, pyjeve, peshkimit dhe veterinarisë, me një rënje prej 22.7%. Ndërkohë fusha që ka shënuar rënjen më të madhe është ajo e shkencave natyrore, matematikës, statistikës, ku diplomimet kanë rënë me 23.2%. Kjo tregon një interes më të ulët të studentëve për këto degë pavarësisht rëndësisë që kanë në zhvillimin shkencor dhe teknologjik të vendit. Edhe fusha e shërbimeve ka shënuar një rënje prej 5%. Të dhënat tregojnë se zgjedhjet e studentëve po orientohen gjithnjë më shumë drejt degëve që ofrojnë mundësi më të sigurta punësimi dhe kërkesë më të lartë në treg. Në të njëjtën kohë, disa fusha tradicionale po përballen me ulje të interesit, duke reflektuar ndryshimet që po ndodhin në ekonomitë dhe tregun e punës në vend.